Përshëndetje të nderuar miqtë mi. Ja ku po takohemi sërish së bashku me historinë e Anës. Ana, një vajzë nga Shqipëria, ka vendosur të ndaj historinë e jetës së saj me ne. Letra fillon kështu. Nuk e kisha menduar kur që do të arrija të shkruaja një ditë një histori kaq të rëndë për jetën time. Një histori që më ka thyer në copa, më ka shkatruar shpirtin dhe fizikisht në një kohë që duhej të isha më e lumtura në botë. Shtatzën për herë të parë pas 6 vitesh martesë. Unë jam Ana, jam 32 vjeçe dhe jetoj në Itali prej vitesh. Jeta ime u lidh me një shqiptar nga jugu i vendit. U dashuruam shpejt, u martuam me një dasëm të madhe, ku u hodhën para, doli valle dhe lot gëzimi. Të gjithë thoshin që ishim çift ideal dhe ndoshta ashtu dukeshim, por unë e doja me shpirt, e doja aq shumë sa shpesh thosha me veten, më mirë të vdes se sa ta humbas. E sot e them me lot në sy, ajo dashuri më vrau. Ai njeri që e doja më shumë se veten më shkatroi jetën me një tradhti që as në ëndrat më të frikshme nuk do ta kisha imagjinuar. Jeta jonë bashkëshortore nuk ishte perfekte. Por unë gjithmonë e mbaja mbi supe gjithçka. Punoja ditë dhe natë. Kthehesha vonë. Lodhja më linte pa ndjenja, por sërish nuk e lija kur pa gatuar, pa e pyetur se si ishte dita e tij pa i dhënë dashuri. Ndërsa ai ndërkohë gjoja punonte, por më shumë shëtiste rrugëve të Italisë me shok, me argëtime. Kur nuk më solli asnjë dhuratë, asnjë buqet lulesh, por unë nuk u ankova asnjëherë. E dija që një ditë do të bëheshi me fëmijë dhe gjithçka do të merrte kuptim. Pas 6 vitesh mrekullia ndodhi. Mbeta shtatzën. Qava atë ditë. Qava nga gëzimi, por nuk e dija se shumë shpejt do qaja nga dhimbja më e madhe. Kur isha në muajin e 6 të shtatzanisë, halla ime, motra e babit, që ishte ende beqare, erdhi nga Shqipëria për të qëndruar pak muaj në shtëpinë tonë. E prita me dashuri. E përqafova fort, ja lash krevatin më të mirë edhe i thosha shpesh: mos u ndje mysafire, jemi familje. Ajo sillej mirë në fillim, gatuan të rinte me mua, më pyeste për beben, më dukej sikur ishte e lumtur për mua. Por sytë e saj ndalnin gjatë tek burim. Kishte diçka në mënyrën se si fliste dhe si buzëqeshte. Por mendova me veten, është halla ime, gjaku im, s'mund të mendoj keq. Sa budallaq që kam qenë. Një ditë të zakonshme, isha në muajin e 6 të shtatzanisë dhe po kthehesha nga puna. Isha e raskapitur, por kisha dëshirë të bëja një surprizë të vogël. Të blija diçka për darkë dhe të kaloja një mbrëmje familjare. Hyra në shtëpi me çelës, në heshtje dhe dëgjova zëra nga dhoma e gjumit. Aty më ra bota. Aty më iku fryma. E hapa derën dhe pash skenën që më shkatroi jetën. Burim edhe halla ime, nudo në shtratin tim, në shtëpinë time, ndërkohë që unë mbaja në bark frytin ton të parë. Mos më pyesni çfarë ndjeva, nuk mund ta përshkruaj. Më ra tavani mbi kokë, më ersua shikimi. Desha të ulëri, por zëri nuk më dilte. Ata u ngritën, u mbuluan, por nuk than asnjë gjë. As nuk u penduan, as nuk kërkuan falje, më pan me fytyrë të ngrirë si dy njerëz pa ndjenja. Pas 2 javësh halla iku e para, bëri valixhet edhe u kthye në Shqipëri. Nuk më kërkoi as ndjes. Madje tha me zë, mos më shiko me urrejtje, zemra nuk pyet për rregulla. Zemra? Zemra e kujt? Një javë më pas, buri im mori rrugën për në Shqipëri dhe shkoi pas saj. Nuk më mori as në telefon, nuk më pyeti as më për beben, nuk më dërgoi as një mesazh, vetëm heshtje. Që atëherë jam kthyer tek baba im.
jetoj me të këtu në Itali. Jam në muajin e 8 tashmë dhe mezi pres të lind. Fëmia që do të vinë nuk ka faj, ai është drita ime në këtë errësirë, por dhimbja më e madhe është çdo natë qaj në jastëk. Nuk e di si do e përballoj lindjen pa një burr pranë, pa një mbështetje, por e di që do ta bëj sepse Zoti më dha forcë të ngrihem. Sot jam Ana, gruaja që u tradhtua nga bashkëshorti dhe nga halla. Gruaja që mbeti shtatzën nga dashuria më e madhe e jetës, por që kuptoi se dashuria nuk mjafton kur ke përballë njerëz të pashpirt. Gruaja që mezi pret të bëhet nënë për të filluar nga e para me kokën lart dhe me dinjitet. Nuk ma merr të mendja kur që pas 6 vitesh martesë, pas gjithë dashurisë që i dhash burrit tim, do të më ndodhte tradhtia më e rëndë që mund të përjetoj një grua. E doja më shumë se veten, e rija pa gjumë që ai të kishte gjithçka gati, punoja ditë e natë për të ndërtuar një jetë të bukur. Dhe më në fund, kur mrekullia ndodhi, kur mbeta shtatzën, ai zgjodhi për të më lërë në baltë, me shpirtin e thyer dhe me një fëmijë në barkë. Gjithçka ndryshoi kur halla ime, motra e babit, erdhi për disa muaj si mysafire në shtëpinë tonë. E prita me zemër, me dashuri si një pjesë të vetes. Nuk më shkonte kur në mendje që ajo grua e pamartuar dhe pa fëmijë do ma shkatronte martesën mua. E doja si nën të dytë, por ajo kishte një tjetër qëllim, burrin tim, e pash me sytë e mi. I gjeta bashkë në shtratin tonë, në shtëpinë tonë, ndërsa unë isha në muajin e 6 të shtatzanisë. Kur i kapa mat nuk pash as pendes as turp. Ata më panë si të isha një penges në rrugën e tyre. Halla ime u largua pas 2 javësh e paprekur, madje më tha mos më ure, zemra nuk pyet për rregulla. Si mund të mos e ureja? Ajo nuk ma mori vetëm burrin, më vrau shpirtin, më copëtoi besimin, më zhveshi nga gjithçka që besoja. Burri tim nuk i bëri zemrat më kërkoj as falje, u kthye në Shqipëri pasaj dhe që atëherë heshtja është gjithçka që ka marrë prej ti. Tani jetoj te babi në Itali. Jam vetëm por me një zemër të mbushur me dhimbje dhe një barkë që rritet çdo ditë fëmia. Fëmia im do të vinë në jetë pa e njohur babain e vet, por do të ketë dashurinë time të plot. Kam qarë net me radh, por më pas kuptova që nuk isha unë e dobët që e desha shumë. Ata ishin të ulët që nuk e merituan kur dashurinë time. Kam vendosur të rrisë fëmijën time me dinjitet pa mëkatar rreth e për qark. Ky është rrëfimi im, jo për të marrë mëshirë, por për të treguar që edhe gratë që bien poshtë ndin të ngrihen sërish. Unë jam Ana, ajo që mbeti shtatzën dhe u braktis nga burri për hallën. Por unë nuk jam më viktim, jam nën dhe do t'jem luftëtare për veten time, për fëmijën tim, për të gjitha gratë që besojnë se dashuria e vërtet nuk duhet të kthehet më në dënim. Kjo është historia e Anës, një histori shumë e dhimbshme, një grua e cila në fakt luftoi për të ndërtuar një familje ashtu si çdo femër e ndershme, me dinjitet, ndërton ta ndron këtë familje, ta ndërton këtë familje, ta nxjerrë në piedestalet më të larta këtë familje dhe Ana këtë që bëri. Ana u martua për këtë të vetmin qëllim, për të bërë një burr të lumtur dhe për të ndërtuar familjen, por pa pritur dhe në mënyrë të pabesueshme dhe të çuditshme, halla, një person i shenjtë në familje, një person i afërt, erdhi në familjen e Anës dhe shkatëroi gjithçka. Shkatëroi çdo gjë, prishi çdo gjë. Dhe kjo e bëri Anën që të jetë e pavëmendshme, e bëri Anën që të thej zemrën dhe t'i prishën krejtësisht jetën. Ka raste të tilla te shqiptarët dhe unë do kisha lutur të gjithë familjarët që të respektojnë gjakun e tyre. Pa marrë parasysh se çfarë burri mund të jetë, pa marrë parasysh se çfarë mashkulli mund të jetë, respektoni gjakun, respektoni familjen, se nuk ka më bukur kur njerëzit din të respektojnë dhe din të nderojnë familjen e tyre. Në historinë e Anës, unë gjeta një zhgënjim. Tani kjo halla ka prishur familjen e saj, ka prishur rënjën e saj për çfarë? Për t'i marrë burrin besës. Kjo është e paimagjinueshme. Ti nëse ke mbet pa martuar, mos shko te mbesa t'ja marrësh burrin, shko mi ke plot burra të tjerë, bën çfarë të duash me burrat e botës.
Po mos ja merr mbesës burrin mi budallaqe, se po ja shkatron jetën. Thën çfarë halli që nge ti që është turp edhe të thuash hall njëre para punës. Duhet kesh çik dinjitet mi motor, duhet kesh çik dinjitet, duhet kesh çik moral. Por gjithsesi kjo ishte historia dhe dua të marr mendimin tuaj si e gjykoni ju këtë ngjarje.